Hej, ju përshëndes edhe mirë se vjeni në kanalin tim. Unë jam Rimonda. Sot jo sikur çdo herë në kuzhinën time. Në kuzhinën time të vjetër, po jemi në kuzhinën time të re, edhe në kuzhinën time të re që alo nuk ka ardhur. Që ky video ka mu kanë jam pak me emocione se moti s'kom bë video. Ka mu kanë shumë i qartë edhe nashti qaq i sinqert, qysh kur nash nuk jam konë nda juve. Du me ju tregu për në kaluarën, atë kohën e kalume, shka ka ndodhë, sidomos në vitin e fundit, edhe pse nuk jam konë prap aktiv në rrjetet sociale, në YouTube, në Instagram, edhe përgjithësi du me ju tregu nga ndjenjat e mia, nga zemra ime, pse nalna sa herë, edhe pse tash prap jam apet qëto para kamere në kanalin tem. E kom pas shkru si një skript të vogël, do fjali që thjesht mos të harroj shka du me ju thonë. Nashti e këshyri nëjë herë, po ma shumë thjesht kam qef me fol nga zemra edhe zdi pse e qila qëta. Okej. Me këtë video gjithashtu du me ju tregu pak, ju thasht, për të kaluarën edhe për të ardhmen, shka ka me ardhë në këtë kanal. Dikur 2024 ndoket, asak nuk më thonë kur. Fillova prap me YouTube, si kur gjdo herë, sepse thjesht kom thonë nuk du me lonë edhe du me mu plak këtu me juve bashk. Kur kom fillu prap herën e fundit me YouTube, jam kanë shumë i motivuar, sikur për krit punën teme, po tham që baj. Kur ta filloj një punë edhe kur ta kam një dëshirë edhe një qëllim, gjithmonë kam motivacion, kam disiplin, kam struktur, jam shumë një njeri që normalisht qëllimet e veta gjithmonë i arrit. Qashtu tash edhe me të ardhmen çka ka me ardhur. Fillova me YouTube edhe në atë kohën që thjesht nuk jam konë shumë aktiv, gjithmonë kom ndryshu dishka në jetën time. Jam bo në disa punë, në disa aspektet jetës nashti pak ma minimaliste, në tjera nashti pak ma pak konzumim, e kom ndru ushqimin kohën e fundit, edhe gjithmonë janë konë faza kur thjesht jam konë online, po e kom pas atë kohën teme për vetë-vetin, edhe nuk jam konë non-stop në rrjete sociale aktiv në telefonet qëto. Kur fillova me YouTube, deshta gjithashtu edhe juve në qatë rrugtimin, por edhe në të zhvillimin tem që e kom ba, personal, m'ju marr pak me veti edhe që ajo u konë qëllimi, gjithashtu me receta në kuzhinë që më kom pak sikur një video cooking podcast. Sepse thjesht e dini edhe jo, videot e mia nuk janë kanë kur vetëm receta, po për ato që nashti me edhe me shikim videot të mia, më ka njoftu pak edhe ma thelb sësht, a me thënë qështu, edhe pak ma ndryshe, edhe gjithashtu e ka njoftu edhe karakterin tem, vlerat e mia, gjithashtu edhe rutinat nashti nëjherë. Fillova me YouTube edhe kisha dëshirë m'ju morë me veti. Masi fillova me YouTube, mas 2 mujve për afërsisht, njëherë e majta shumë mirë, fillova me punu. E dini që edhe unë nga YouTube-it edhe Instagram-it kam jetë reale, si kur shumica për juve me siguri që punojnë, edhe unë fillova prap me punu, edhe thjesht që ajo është edhe u kanë një nga arsyet gjithmonë që e kom lonë YouTube-in. Do me thonë, kur fillojsha me punu, me orar të plot, apo me orar, jo të plot, tajlcajt, nuk muisha ma me gjithë kohën, motivimin edhe disiplinin shumë thjesht për me vazhdu me YouTube. Edhe sepse që ju, seher më keni dhonë forcë, më keni dhonë motivim, më keni dhonë gëzim,
për ato videot e mia që i bajsha edhe atë punën time. Po problemi është për mu personalisht fori shumë qartë me juve. Ajo videot e YouTube-it edhe YouTube-i përgjithësi janë kanë sikur një hobi. Edhe kam pas fillu, nashti e mani men për ato që më njojnë pak ma mirë, kam pas fillu me atë pytjen që ma bajke nëna e meser, mund shka me nëjtë sot, shka me nëjtë nesër. Edhe i bajsha sikur hobi, kur të më teke, najherë që qa najtorte, najherë naj ushqim, najherë naj këta dhe ata. Edhe e shojsha ndaj komenteve që edhe jo më shkrujshi heri mund fajmderit, më keni mu, e kom bo qëtë recet, nashti ka njëherë me fjallë të mija që ja thojsha më fund, hej, thirne, bane, mledhno, edhe keni ndryshu dyshka, keni mori idea, ju kom do nashti edhe ka pak motivacion për naj ndryshim. Kur e ki dyshka si kur hobi, e dini vetë ka njëherë nuk ki ko për hobis. Sidomos për mu tash, si kur non që i kam 3 fëmijë, kam burë, kam edhe shtëpi, është shumë vështirë thjesht për atë ko që e kemi. Për shembull, si kur non, si kur rej, si kur vajzë dikuj, si kur grua, si kur kajna anong haushaldshilfe, shka jam këto, ti majsh kret në rreth edhe gjithashtu tani hobin YouTube, që baj just for funny, edhe Instagramin. Qëllimet e mia kur fillova tash prap me YouTube, sepse nashti që kë video kom u kon, fuck my god, po e dini ka njere kam zanot me zgat, edhe du me ju tregu kështu, komplet, që të më kuptoni. Qëllimi jem është të baj një video në YouTube, që ata ta qes, që ata ta mbështeti, edhe që ata thjesht ta ndaj me juve të jap receta, të jap idea për ndryshimin tem që e kom bo, për nashti ndryshimin personal, ndaj ushqimit, ndaj jetës, ndaj konzumimit, edhe qashtu fillova. Por tani, kjo është arsye e dytë në rrethinën time, fillun njerëzit, shoqëria, miqt, kolekt, më thonë heri mund YouTube-i, nuk është më diçka që ja vlen me bo video, sepse koha u bo shumë shpejt, edhe shumica njerëzve kanë dëshirë me këshyrë diçka shumë shpejt, një recet për 30 sekonda, për 2 minuta, për 5 minuta, edhe krit njerëzit kanë qef shtu me konzumu, edhe njëherë nuk e pranojsha, thesha nuk o normal, unë e këshyri video shumë të gata, ndëgjoj podcast, e lexoj naj libër, naj artikula diçka, edhe dyqysh nuk ishte për mu shumë real, po tani e hetova me klikimet që e vërtet është ashtu, edhe jam marrë tani, fillova prap me Instagram, edhe sepse që nashti nuk ishte dëshira ime primare, a mu me thonë? Dëshira ime premier, po, e para. Nuk isha shumë dëshirë sepse e kisha kriju në ato vitet të fundit ma herët, kur nuk isha në Instagram, një jetë dyqysh, ma thjesht, ma të qetë, pa Instagram, pa rrjetje sociale, pa non-stop të bo foto, sepse jam koni njeri që shumë ka bo foto, non-stop krit kisha qef thjesht mi majtë. Po kur fillova tani me Instagram, dyqysh hina apet prap në lojë. Edhe nuk e di sa ka shku, me muj edhe ju më keni përcjell me sigurin Instagram, nashti do nga juve. Hina në loj, ku e kisha sikur ndjenje që unë duhet pa tjetër, me qitë një foto, shka jam të hongër, një foto ku jam të shku, një foto ku jam të pi, a shka jam të pi, a me ka jam, a ku jam, a shka jam të bom, për dëqmëri, po thjesht, masi i qëtësha, i bisha pishman. Sepse thjesht nuk më pëlqej vetë veti që ashtu, shka po kalzoj. Nashti najherë, e dini edhe ju që tham, nuk më pëlqen t'i qes fmit, po kur i këshysha prap se prap i kisha qitë fmit. Nuk e di a ka lidhje Instagrami, që është pak edhe sikur një drog, apo ka lidhje, a është problemi që une seher kur qëqa diçka e kishja në ndjenje, nashti që kjo ide, a që kjo tip, a diçka, i vyn edhe një shoqës teme nga Instagrami, që ashtu menoj se herë. Për shembull jam dikon të bli hargj, edhe shoh diçka të mirë, edhe tham, hej, që ta nashti dojnë me ditë edhe ato qikat në Instagram. Por thjesht, duket janë kanë të dyjat ka pak Instagrami, si kur program që thjesht është i programuar nga ato persona që thjesht nashtin aty t'jemi pak ma shumë, të këshyrmi ma shumë, të konzumojnë ma shumë. A edhe nashti ajo ndjenja që t'jam pak
e kam sikur një HIV syndrom edhe mendoj gjithmonë që duhet me shpëtu tanë botën edhe krejt njerëzve minimu edhe se dia e dini diçka me ndodh që atje me njëherë ngaje e kam pak sikur, nuk e di prej kaj vjen, nashti kemi habi psikologën, këto mundet me më kallëzuri, mund kjo ndjenje vjen piksaja asaj. Edhe qashtu tani vazhdova, do me thonë e lash YouTube-in pak, fillova ma shumë me Instagram, edhe fillova të qes tema që thjesht ishin nashti në qatë kohë trend. A ishtë diçka për shminka, a ishtë diçka për flok, a nashti për roba, edhe seher kër i këshyrsha, thësha heri mund ti pe kalzon këto një foto, një video, e një diçka, po nashti do më ndimu dikuj, po ti thjesht që ta që më thonë, nuk do me qëndru për qëto tema. Ju kujtot e kom qitë një video që shmunë është me vesh një bluz në 4 sile që ta, sa di bi pishman, shumë thjesht, sepse nuk jam personi i duhur për ato, normal edhe unë deri dikun ashtë e kam një stil, po besoj që jeta është ma shumë se veç shka të veshi sot, e shka të veshi nesër, e si t'lyna, e si t'regullona, e kret. është shumë e kompleksuar, zja mu me thonë që shqip, me shumë probleme, me shumë kohë të shkurt, me shumë angazhime, është me punë, nuk është vetëm halalula, që është të vjerejme ka njëherë, veç me gëzime e pozitivitet. Jeta është pak më ndryshe të ju edhe të one, për që ta Instagrami sidomos është ishka që jo të krejt, nuk du me bon fetojfën që thënë Gjermant, edhe me qitë poshtë me thonë është keq, po thjesht nuk o dishka për mu që ta përdori non-stop edhe t'jam non-stop aty aktiv se si jam kanë. Une gjithmonë kom desht me ju përkra, me ju dhonë fuqi, me ju dhonë motivacion, pozitivitet, me ju dhonë ata që une e di edhe nashti që kam eksperiencë, edhe kom su dikon dishka, edhe tham, hej, nashti edhe që kjo. Që ta gjithmonë kom desht me shfaq, jo, me përfaq, vlera familjar, vlera social, vlera thjeshta, nashti dikun, edhe tradita, sepse jam një njeri, ose një femër që ka lind dikun, jo dikun, po në 89-ën, Gjenerata ime është, se dulem të traditat, është ajo gjenerata që është dyqysh sikur një mes botës të re me tradita dhe vlera të reja, po gjithashtu edhe botës, kulturës, traditave të vjetra, që nuk janë ashti krejt të mira, edhe nashti nuk janë ama dhe këtë të këshia. Jam mes, për që ata deri dikun besoj që do nga jo mujnë mu përshtat me ato vlerat e mia edhe e shojnë deri dikun vetin aty. Është një gjenerat, po tam për vetin, shumë e vështirë, sepse, që ju thash, jemi në mes, e mami atë urën ndaj të dyaf, po prap se prap jemi të munu, si kur nona, vajza, të reja, për fëmi, për familje, për shoqëri, thjesht të ndryshojmë dishka, edhe ta bojmë një botë ma të mirë, ma të qetë, ma të thjesht. Edhe ajo është edhe qëllimi jem, edhe gjithmonë nuk kanë qëllimi jem. Thjesht shpëndaj pozitivitet në atë situatën, thjesht kur jam pozitiv, sepse edhe unë kur jam nëherë nervoz, normal që nuk e baj një video. Ose lumturi, gëzim, edhe thjesht i shojmë ato të mirat e jetës, ato që i kemi edhe mos rrim veç të lypë, dishka të re, se nashti i kemi krejt që ato shka na duhen. Por tash, nashti do një me ditë ku jam konë në vitin e fundit, sepse një vjetë për afërsisht prap nuk jam konë aktiv. Ju tash, kur fillova me punë u konë vështirë, tani u lidha pak në Instagram, nuk e di a kum hub coach aty dhe aty jam unu në maksimum me ju dhonë ato që mu ka dok që jam në drejt edhe që ju duhet edhe juve nashti, për mu po tham sikur influencere, ose sikur dikush që e ka thjesht një, që me thonë, komunitet, jo.
një audiencë, ka pas thonë duket shkëndje pacolli njëherë, një audiencë juve. Por vitin e fundit, mas pari që kom pas nashti shumë punë, i kom pas fëmijët një 3-4 mujtë në shtëpi, do me thonë pa kopsht. E kemi bli një shtëpi të vjetër, që e kemi bon kenza njën, do me thonë e kemi prish gati deri në temel dhe e kemi ngrit apet me forcën e burrit tem edhe me kokën time. Jo, të dytë jemi munu se po thati kush, që kjo, që ajo. Të dytë bashk, e kemi shtu, e kemi regullu deri dikun edhe ka pas shumë punë, shumë angazhime, edhe dyqysh s'ku mujt me gjithë atë momentin të duhur që thjesht ta bajni postim. Edhe sepse që nashti nuk është e logjikshme se dikush që thot, hej, s'kom pas ko, nuk besoj, ko kena kreti kena 24 orë edhe dikun gjenë ko, po ka njëherë njëri thot, ose jep rëndësi dikuj ose dishka tjetër për thjesht me shtyjt që ata që nashti është e nevojshme. Besoj që u kone nevojshme të bajni postim, po prapë se prapë, ju thash, dyqysh nuk e kom gjetë atë guximin, motivacionin, apo s'di qësh me tregu shqip ma mirë, shpresoj shumë që më kuptoni, edhe është diçka kur e shtyn diçka, hajtë se e baj gjithmonë met dyqysh si vjerë. Po prapë se prapë, nuk do me thonë, ose e dini, ju kom premtu, edhe prapë se prapë nuk ka me lonë YouTube-in për gjithmonë, nuk besoj. Nuk besoj kur që ka me lonë, edhe veç njëherë, një video në vit me po, për më ju tregu thjesht, qysh kom kalu, shka kom ndryshu, me adhona i ide, ose me adhon pak, me shprej pak dashuri, nuk besoj që ka me lonë. Kam thonë shumë dëshirë thjesht m'ju marë, edhe juve me veti, më përcjell, por kam shumë dëshirë edhe onem në atë mundësien time, edhe në atë eksperiencën time thjesht që kam, edhe juve m'ju marë me veti. Shka kom bo tjetër në vitin e kaluar? Kom punu me një projekt që t'ju tham shumë qartë, kur që shto mësh e shpyrt me një projekt të punës, po ju tham, nuk kom shtin ta. Është fjala për frisch geplant. Ju kom kallëzu në shkurt që thjesht kam dëshirë mas Ramazanit më konë online me programin tem që kam me frisch geplant. Por nga që atë mbikrit punëve që i përmina parzit, thjesht edhe kësa i ka vyt ko. Edhe kom thjesht me kriju dishka që thjesht vlerëson edhe ka vlerë jo për sot, po për gjithë jetën. Kom pas thjesht dëshirë me kriju dishka që muj mja dhonë nesër edhe fëmive të mi, sikur lekcion, sikur metodik, sikur koncept, sikur sistem që thjesht muj me përdor edhe për jetën e atëmve, dhe kam ja dhonë, kam ja mësu pa tjetër frisch geplantin. Kom punu në qëtë projekt edhe t'ju tham shumë thjesht qysh kom arte të frisch geplant. Shka është frisch geplant? Ta është munona ta spjegoj për kret ato nashti që kam pas lidi hiqa si ka ra me këshyra tishka. Si kur qifti nënës teme, nuk besoj që është tishka për nënën teme, së në shtimon frisch geplant, vëq ka një arsi me zorë që ja baj një plan. Frisch geplant është një vizion që e kam, që përfaqëson një thjeshtësi edhe një vetëdisim, më me thënë qështo, në ushqim, në jetë edhe gjithashtu në konzumim. Besoj që në botën e sotme kemi shumë ma shumë se që na duhet. E dini vetë edhe kom thonë doherë, a kemi roba, a kemi ushqim, a kemi lojna, fëmijët djetë sa shumë lojna kanë. A kemi ven, a kemi tokë, a kemi pare, nuk e di, a kena ketë qatë shumë pare, sa na duhet shumica thënë pare, kur nuk ka tepër. Është thjesht një vizion edhe një mision që e kam me qëtë frisch geplant, edhe e kom marrë shumë për zemër, e kom kriju në vitin e fundit me mëshë shpirt, e kom zhvillu një sistem, a thot që po, një metodik,
një koncept thjesht që mundet në kohën e sotme shumë nanaf, shumë qiftaf të ri që janë, nashtis kur të martohen, mja lecu jetën, mi vetëdisu pak ma shumë, që thjesht me shti me hangër ma shëndetshëm, me gjujt ma pak, me ushqy ma vetëdijshëm, me konzumu ma pak, me konzumu ma vetëdijshëm, mi kursy paret ma mirë, me menaxhu paret ma mirë të shtëpijës, sepse tash ju tregoj, dikush nga juve ma ka thonë thjesht këtë inspirim edhe du me ju falenderu nga zemra. Kur e kom qelë në Instagram sikur një channel, u kon thjesht ai channel me pages, nuk e di a 4 euro, a 7 euro që shukon, edhe thjesht aty kom dysht me do nga juve me bo një program, thjesht që e kom bo vetë, për ma shumë vetë besim, edhe ma shumë lumturi, gëzim, edhe nashti vetësim në jetë. E kom qelat programin edhe dyqysh nuk funksionoj ke. Nuk kanë mujt krejt abonentat që kanë desht me ble, po vetëm do e tjerat nuk mojshin. Edhe dyqysh me ju kalzu drejt në fillim më ka nervëzu, thasha, hej, pse s'po funksionon? Po tani, menova me vetë vetin, tash hej Rimond, qështu nashti nuk duhet më konë qashtu që funksionon. Edhe nashti është e shkrume, që thojnë ana, që nuk të funksionon, sepse kë nuk është rrugtimi yt i duhur. Edhe dikush prej juve, nuk jam e sigurt që ka pas emrin, më ka shkruar, hej Rimond, përshëndes, jeni njeri të vlerësoj, je influence, e mirë, pëlqen kënena ton, ama që ta nuk besho e logjikshme, nashti mund është më shkru nëse shte që video prap. Nuk e shoh e logjikshme që ti thjesht e jep një qësi programi, sepse nuk e ki profesion, edhe e kisha kuptu nëse e ki profesion, por nuk është normal ta bajsh veç qështu një si program. Edhe jam nalë. Edhe kom menu edhe kom thonë, hej, a kisha ble une dikun një program që e shet dikush edhe nuk e ka profesion ata që e ban? Nuk e di e kisha ble, muj mjë rejt. Kështu eksperienca është gjithë qka, sepse shpesh mormi diploma, krym fakultete, krym shkollime, Ausbildung, e krejt, po kur nuk mujmë me praktiku, nuk ka vlerë kur gjo hiq. Edhe ajo mu më ka shni që thjesht ta reflektoj vetë vetin, edhe ta më hej Rimond, a është që kjo rruga e jote e duhur, apo nashti nuk duhet më konë që kjo për ty. Edhe besoj shumë që u konë një shej edhe nuk ka funksionu. Edhe për që ata nuk ka funksionu, e për që ata jemi tash të frish këplant. Zdia ju thash parzit, në punën teme që kom punu, 10 vite eksperiencë punës që i kam edhe në Ausbildung shkollim që kom po seminaret, apo fakultetin, edhe diplomën kër e kom shkru, ambesoni që nuk u konë qaqran si kur frishke plan që e kom zhvillu, sepse thjesht kom pas dëshirë me zhvillu diçka që funksionon edhe diçka që mujnë shumica e njerëzve me praktiku, diçka që i mbështet vlerat e mia edhe diçka që thjesht neve si kur njerëzim na mëson diçka të re për nashti ma pak. Shumica në rrethinën teme kur isha me YouTube non-stop aktiv më thoshin, hej Rimond, që të një merch, dhe me thonë, që të një plana, apo një kalendar, apo një gjyksore, apo do shit dishka, ban pare. Qësh mi thonë, nuk u konë që thjesht nuk kom mujt, po se di jam kuptoni, dikush ka me thonë ka kejt bodal, shka të full, po është zotin, po. Thjesht nuk kom desh, sepse besoj që krejt i kemi, ka perfekte plana, ka që me thonë kësi, përparse, mund është me emër, pa emër, ka libra, dikush ka thonë edhe që të një liber me recetat e tua. Nuk besoj në kohën e sotme dhe sot ku jam, që na duhet neve një liber me receta, sidomos nga une nuk jam as kuzhinjere, as nuk kam që tash profesion apo diçka. Nuk besoj që na duhen, sepse
ka nga gjithë bota, ka nga kuzhinierat e Kinës, të Japonit, Jamie Oliva, kanë tenxhere, kanë krejt. Nuk besoj që na duhen ma shumë dishka, sepse i kemi krejt, veç duhet mi lyp që ato që na duhen edhe që ato tani mi ble. Por shka nuk ka pas, ose shka nuk ka, është thjesht një koncept edhe një sistem që na mëson si të ushqehemi ma vëdishëm, ma shëndetshëm, të konzumoj ma pak, të blejmë ma pak, të blejmë ato që na duhen, si të menaxhojmë paret e tona, shtëpia, si të kursejmë pare, buxhetin, si ta zhvillojmë një strategi të pareve që i kemi për me arrit diçka, për qëllimet e tona që i kemi, një pushim, apo një shtëpi, apo një kerë, e mos rrim non-stop në qatë hamstarat, muj për muj, kur të rrim veç të ble diçka, të ble treja, veç ble e gjuj ushqim, apo gjëra, apo shka do. Për që ta i kom zhvillu si pas profesionit tem, eksperiencës time, 3 kurse që i ofroj tash në Friske Plant. Friske Plant, faqja, di homepage do me thonë, është komplet gjermanisht, sepse komenua me bo Shqip, po Shqip mungojnë thjesht fjallët komplet, edhe këtu në Gjermani jam shkollue, këtu jam punësue dhe këtu thjesht i kam eksperiencën e kretë. Por prap se prap e kom bo edhe kursin e planifikimit ushqimit Shqip, sepse që shtu ka fillu atëherë YouTube-i, qfar, ose shka të baj sot e shka të baj nesër, sot si kur non, vetë që jam non, do me thonë në situatën e nësteme atëherë, ose pak me herët, ose shumica av nonave që i thojnë, hej, shka të baj sot, shka të baj nesër, gjithashtu kjo pyetje që i ban stres, që shkojnë non-stop me ble harq, që e ka një ushqim shumë, që me thonë ajnëtyni, shumë të njëjtë, non-stop i bojnë gjërat e njëjta, që gjujnë ashtë i shumë, blen harq, kam pak kohë. Kjo është një koncept edhe një sistem thjesht që ndihmon mos harxhoni shumë, mos hupni shumë kohë, gjithmonë ta dini shka bleni harç, gjithmonë ta keni harxhin në shtëpi. Është një sistem që e praktikoj vetë që 8 vite, edhe thjesht e kom perfekcionu me kohën, edhe e kom zhvillu një metodik edhe një koncept që thjesht funksionon, jam 100% mas qëti konceptit, mas Friske Plantit, edhe shqysh t'inglar Shqip Friske Planti, edhe e mbështeti me shpirt, me zemër, me gjithë shka. Edhe po, ky sistemi i Friske Plantit është Shqip. Në gjermanisht i kam edhe 2 kurse tjera që thjesht janë për familje edhe për çifta të reja. Njëri është për financa që vjen nga profesioni jem, e tjetri është nga ushqimi, do me thonë metodika, koncepti, sistemi, strategia. Më duket e dini që jam një njeri që ka shumë qef me shkru, me planifiku, me asi, sepse besoj që plani, rutinat që thjesht nuk janë shumë që me thonë certa, që thjesht nuk mundesh me ndryshu as pak, po që janë të leta, ta lehtësojnë edhe jetën, ta lehtësojnë shpirtin, ta lehtësojnë diturien, për që ato dyja i kam gjermanisht, sepse thjesht gjermanisht di mu shprej ma mirë, këtu jam shkollu, jam puncu, jam su, kum lexu gjithashtu këtu edhe thjesht tash i gjej fjalët ma të duhura. Shka kom bot tjetër sen. Gjithashtu jam shkollu në vitin e fundit, edhe tash muj mi thonë vetit jo vetëm këshilltare financave, po gjithashtu edhe këshilltare ushqimit. E kom bo me shumë pasion, edhe sepse me një kohë kom pak sikur e shtresuar faza, po me shumë dëshirë, edhe problemu konë që unë e kom zhvillu kursin tem, me kret atë diturien teme që e ku marrë në vitet e fundit me ushqim të fëmijëve, me sezonën, me rajonin, me të gjitha tjerat. Por kisha pak frikë kur kom shku të shkollimi, sepse thosha hej, kom lexu edhe që mi thonë këshilla shkencëtare që thonë ushqeja ma shumë me këta, me ata këta. Por prap se prap kisha frikë që qaj shkollim, po mi qetë të mijat kretë poshtë. Nuk e di pse, nuk kisha qaq vetë besim që kum bo t'i shka mirë. Kisha pak frikë, po kur e kom krye dhe atë shkollimin,
Krejt principjet e mia të ushqimit që I kisha, thjesht janë vërtetu edhe jam gëzuar shumë për ta. Për që ta besoj shumë që me kursin e Friske Plant, si të ushqesh më shëndetshëm me planifikimin e ushqimit, e ki bazën e ushqimit të shëndetshëm. Edhe mundesh thjesht e ki sikur një rrugtim që mundesh me integru në përditshmërinë tënde, po prapë se prapë individual edhe personal. Për ty, për familjen tënde, për juve si çift, apo sikur non me një fëmijë, a 2, a 3, besoj që është baza, ich stehe 100% hinter diesem Konzept, hinter dieser Methodik. Edhe një gjermanisht më duket që thamë kështu. Edhe e mbështeti me mëshë shpirt. Ju thash më duket në fillim gjatë punës time, kum bon workshops, kum bon seminare, I kum zhvillu, I kum majt para publikut, para 20 vet, para 200 vet, ama kur nuk u kon qaq ç'më thon e vështirë për me zhvillu qështu diçka, sepse këtu thjesht nuk kisha dëshirë me bë gabime, edhe ato gabime nashti me ju dhonë këshilla apo propozime që kanë efekt tani edhe nda juve, edhe thjesht mi bo dikujta. Po, shka do me thonë tash kjo për të ardhmen, për Friske Plant, me Friske Plant, rimonda edhe çfarë dëshire kam. Vizioni jem duket është shumë I qartë edhe komenu si muj edhe këta me transferu në bot I kam do marketing ideen und so weiter, do të me këshyrë si vazhdoj, po shka do me thonë për YouTube-in, thjesht kam dëshirë prapë se prapë me bo cooking videos, do me thonë diçka kur e përgadismi bashkë një ushqim nga planifikimi jem që është, edhe ndaj ati video, sa muj me thonë, du thjesht me ju tregu ma shumë nga përditshmëria, diçka që ju nimon për jetë, për ushqim, për shka të mtekët ka njëherë. Nuk e di thjesht si do të vazhdoj me Instagramin, sepse thjesht ju tham një jetë pa Instagram, pa non-stop, që të foto jam këtu, jam aty, është shumë e mirë edhe shumë ma e lumtur, me ma pak stres, po ju tham shumë qartë. E kum reflektu vetë-vjetin, ju thashtë edhe në fillim, thjesht nuk më pëlqen vetë-vjetja kur jam ai personi që non-stop e kanë men, shka qes, shka të majsata, shka të asi, po thjesht kam dëshirë me ju mbështet edhe juve që ta jetoni jetën ma shumë në lidhje sociale direkt sa në lidhje sociale online. Qajo dëshira ime për një jetë ma të vetëdijshëm, ma të qetësuar, në shpirt edhe po. Prapë se prapë kam dëshirë me ba video në YouTube, cooking videos, dhe me thëmë video ku e baj një ushqim, edhe ja tregoj në recet, edhe sepse që thjesht sot gati 7-8 vite mas YouTube-it kur kom fillu, nuk besoj që na duhen recetat reja, sepse I kemi krit recetat e botës, po nashti muj me a dhon na ide për diçka tjetër, apo naj këshill, apo najherë është vetëm sikur një podcast. Kam dëshirë m'ju marrë me veti shka mësoj, shka kom mësu, edhe nashti diçka ku edhe juve ju vynë një shoqe që ju tregon diçka, edhe nashti nuk e keni afër, sepse jeta ka njëherë mundet mu kanë shumë e vetmuar. Tash, nashti thot dikush, hej Rimon, pse ke bo këtë video? Normal, që ju thash e kum shty shumë, po ky video është thjesht që kam dëshirë me nda respekt ndaj juve. Respekt edhe shumë vlerësim që më keni mbështet për ditës parë, me klikimet apo me komentet, anë Instagram, a këto që I keni shiku, me e-mails që më keni shkru, ku marrë edhe e-mails, e Rimonda ku jesh, ka po bana, je mirë. Du me ju falenderu nga zemra, si kur gjdo herë, gjithmon jam kom falenderu, sepse e di që në atë numrin 83.000 do ko shkru në YouTube që I kam abonentën, nuk jam veç 83.000 klikime, po janë 83.000 zemra që I mbështetin edhe I këshyrin videot të mia, ka do nashti edhe I urejn, nuk dihet. Du shumë me ju falendëru nga zemra, sepse
Nëse nuk i shikon ju, nashti edhe unë nuk isha konë sot ullë që to, ja, tash dikush që menon me pasë me asi, po thjesht me atë mendimin që e kam sot, ndaj ushqimit, nashti edhe ndaj jetës, rrjetje sociale e tjera. Besonëm edhe, sepse që shumica thojnë heri mund kemi mësu shumë, shumica tash, si më duk veti, po, do më shkruajnë heri mund të mësu shumë nga ti, besonëm ajo, edhe unë kom mësu shumë nga juve, shumë nga ky rrugtimi, edhe shumë që thjesht ta di shka du unë sot me përfaqësu unë si person Rimonda apo unë me këtë firmën teme që e kam tash frishkë plant. Po, faleminderit nga zemra që keni pas durim, që më keni prit, faleminderit për mbështetje, faleminderit për çdo zemër, çdo daum hoch, për ideja që i keni pas, faleminderit për gjithçka. Edhe besoj shumë që mujna thjesht bashk me vazhdu edhe me hec për para, po jo me hec për para për ma shumë, po nashti me hec për para me ma pak, edhe mi vlerësu ma shumë qato që i kemi në çdo aspekt. Kjo është mesazhi im që merr tash ka fundi. Kjo firma ime ka më konë online tash me të parim për ditëlindjen time, i baj 36 vjet. O zot, ku shkon vitet edhe flokti kom prej tash sikur ka do që i bojnë 36. Edhe po, tani shpresoj që shihemi pas pak prap në kuzhinë. Jam qajo, edhe gjithmonë qajo ka më konë, gjithmonë qajo du më konë për juve, për mu, për familjen time, për fëmijët e mi, edhe du thjesht mi mbështet njerëzit për ma shumë thjeshtësi, ma shumë lumturi, ma shumë gëzim, edhe jo për gjëra tjera, materializëm, për që ta se di pse po më vinë tash lot, amo kjo është mesazhi i fundit, edhe tani shihemi pas pak në kuzhinë, jam të prit kuzhinën, jam pak vonë, nuk e di edhe një muja, një e gjys vjen, edhe tani shihemi kësmet në kuzhinë me receta, nashti jo të reja, po nashti të vjetra që vlen shumë, edhe thjesht që na duhen, edhe tash ju përshëndes nga zemra, shpresoj shumë që edhe ju jeni konë mirë, e keni kalu një kohë mirë deri dikon, edhe po, miru pafshim. Ciao!